Dhe së të ndërshëm. Të regon një hoqë, thot si zakon marri shumë mesazhe që kam i qajnë, ngjarje, pyetje përgjigje, thot një ditë po e shoh një letër për një vajzës tre. Një vajzë, shkruan, Assalamu alaikum hoq. Thot, unë e kam një musibet, një fatkeqësi. A thu vallë që është halli jem. Thot, unë i kam, kur e kam mbaru shkollën e mesme, kam pas 17 vet. Vllavi im i ka pas 18 vet. Thot, na ka qu baba im me studiu, me bo fëmija profesor, doktor, inxhinier, si prind. Thot, na ka qu në tjetër shtet. Thot, kishim stipendia dhe shpenzimet tona, kemi vazhduar në atë shtet disa muj. Një vit mirë, me namaz, me ibadet, me shok të mirë. Pas një kohë, tha, vllavi im ndryshoi. Filloi rrugë tek këqija. Tha, ja kujtoj sham Allahun. Thërë mo se ti e ke muslimin mirë, ti e ke fal namazin, ti ke net me shoqërit mirë, ti ke kanë kështu, ti ke tek ani do bëj taube. Tha, shkoj ke 3-4 muj, tha, prapë u kthef në çat. Të na prapi folsham, tha, gabimi im është që se kam lajmëru babin. Për këtë vllaz tënde, çdo gabim që ndodh, lajmëroje më të afrin tan, se ndoshta ai të jep një këshill, një sen që të bën zgjedhje para se më urrit problemi. Dhe pastaj, thot, pas një kohë, thot, më ka pru një pije, një lang, do thot, lang gust, do thot, e ka thot, më ka pru, thot, dhe e kam pi. Kur e kam pije, thot, mu bo një çrregullim trup. Mu ndodhi një çrregullim trup, u çudita. Thash, ndoshta prej mësimit e kam. Tha, pastaj nesër, e disha kur u kthefke prej fakultetit, dhe për i qeli telefon, thom, të njentin në sok me ma prue, se s'muj me bësabër. Shumë mu ka duki mirë. 2, 3, 4, 5 dit, thot, motor kjo është qitër mesele, këtu ka drogë, kjo pa pare ki sok nuk shkon mo. Kujt? Motrës vetë, o lazni. Motrës vetë. Dit pas dit e tëri sa bot e në varët motra me marë shpricë. Thot, një dit nuk kishim as një sent përveç se një shpricë. E lipsha, tha, vllavi tem, atë shpricë me madhon, tha, s'gojke. I thon, aman, të lutëm, tha, nuk gojke. Kam fillu të qaj, me zonë nalë. Të lutëm, thot, ja. Të lutëm, thot, me kusht, të boja moralitet me ti. Me motrën e vetë. Kjo është droga, o vllazni. Kjo është droga. Bën amoralitet me motrën e vetë. Pastaj, ja, thot, ma ka gjujt atë shpricin e drogës, si kur një koc kur ja gjun qenit. Ka marrë shpricin, ko pas ko tha jargjun parët. I lipshim babës tonë pare, gjuna i shkriet, e pa të shtrith familjen, veç me na qunjeve para. Se s'kishte, me qatë rogë. Bab, kena provime, kena libra me blej, a ne shkushim i blejshim drogë. Tëri sa bukë s'kishim me angër, shkoshim na për restorante, që ka jitë ke orizi, kompirat, copat e bukës i hajshim. Se s'kishim me pagujt. Kret parën në drogë. Thot, pastaj, thot, kemi na shku të aj që shet drogë. Kur kemi shku të aj që shet drogë, thë na për nale me borç, me të shkrujtme. Thot, s'ka kjo pun me të shkrujtme. Kjo pun veç me kesh. Po thom, s'kemi. Tha, ja lujti sinin vllavit tem, nëse duesh motrën tënde, më na dhon, me bo zina, ta jap me drogën. Vllavi jam, thot, me durt e tim ka shtin dhon me bo moralitet. Pastaj, thot, ka bo moralitet, ne ka dhon shpricin e kena dojt gjysë për gjysë, unë dhe vllavi im. Kështu, tha, vishin në shtëpitë tonë, ato që shiqin drogë, bojshin çka të bojshin banesën tonë. Tha, teri sa një ditë prej ditëve mbetëm keq dhe po i thojmë një shokit tonë, apo në ep një shpricë, thot, jo, s'ka mundësi. Vetëm nëse me ep në derin tanë. Thot, më ka shtin dhomë, dhe më ka thonë, dishu, jam desh. Pastaj ka thonë, mi pastro këpucët me guhën tënde. Thot, ja kam pastru, thot, vallahi këpucat me gjuhë. Tiri sa këpucat ati, tha, shkëlqeshin që atë pastër që ja kam pastru.
pas asaj ka ba moralitet, pastaj ma ka dhënë atë shprisin e drogës dhe kështu thot ishte. Një shoqe prej shoqeve të mia ma ka diktu hallin që e kam. Ka gjetë numrin e vllavit tim, familjes time dhe u ka lajmëru, ka thonë, djali juj dhe bia juj kanë humb. E janë mirëni. Vllavi vet vjen prej atij shtetit me adresë dhe hin në shtëpinë e tyre e gjen lakuriç, motër, vlla, njerëz tjerë duke bëva moralitet. Marrën i çojnë në qendrën e drogirashve, bëjnë analizat e sheh që edhe motra, edhe vlla janë bërë të varur prej drogës dhe tudi e kanë sidën. Mbas 6 muaj thot kthena në vendlindje në shtëpinë time, se di askush përveç vllavit tim. Thot ato fillojnë tentojnë thot han diçka prej bukës time, unë ja marr bukën. Tentojnë me hangër prej lugës time, e kapi lugën. Tentojnë me hangër prej sahanit, e kapi. Këtë po trishton shtëpisë. Pse? Ti je motra jon, ti je bia jon. Nona të ka rrit, baba të ka rrit. Pse nuk ke qef me hangër me lugën tënde dhe në sofrën në sahanin tan? Thot me kam një smujë nxitse. Dhe kështu thot unë jam të rrejnë familjen time. Kështu është halli i drogës. Për këtë vëllezër, keni kujdes. Keni kujdes kanë e shoqëroni. Keni kujdes prej kujt dhurat pranoni. Keni kujdes me ka të rini në kafe dhe me ka shkoni. Shoqëroni njerëzit e dinit, njerëzit që kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, se kjo fatkeqësi e madhe.